Pas zyrtarizimit të kryetarëve dhe anëtarëve të këshillave bashkiak në të gjithë vendin, konstituimi i bashkive ka nisur nga Berati. Ministri për çështjet vendore Bleti Çuçi theksoi se tashmë nis një etapë tjetër për njësitë e reja vendore. Fillon një epokë e re për qeverisjen vendore. Kalojmë nga një skemë me 373 njësi vendore në një strukturë me 61 bashki, dhe sa më shpejt e të krijojmë këto bashkitë e reja, e këtu përfshihet edhe bashkia e Beratit, aq më kollaj do ta kemi për të filluar dhe të zbatuar pikërisht këtë vizion që ne kishim gjatë momentit të artimit të reformës territoriale. Kryetari i ri i Bashkisë së Beratit, Petrit Sinaj, bëri betimin para 31 këshilltarëve. Ndërsa u shpreh se është përgjegjësi mjaft e madhe drejtimi i bashkisë, me 99.000 banor nga 46.000 që kishte përpara reformës administrativo-territoriale. Ndërkohë, këshilltarët e rinj zgjodhen kryetarin e Këshillit Bashkiak, nën kryetarin dhe sekretarin e bashkisë.